Si të ruaj mishin në frigorifer tani? Gjysmin do ta gatuajmë sot. Gjysmin, jo, gjysmin po. Do gatuajmë ca për sot edhe për nesër. Tani, ky është mishi grirë. Mishin e grirë unë e shtyp kështu, që të jetë i hapur, sa më i hapur bëhet. Pse? Se pastaj kur duaj që ta shkrije, duaj që të shkrij me një herë. Kur është i mbledhur i gjithë mishi, nuk shkrihet. Kur është i hapur shkrihet me një herë. Do të hap kështu, edhe do shkruaj aty nga lart tani. Se çfarë mishi është, mishi grirë për shembull, edhe do shkruaj edhe datën sot që do ta vendos në frigorifer. Edhe e kam gati që ta vendos në frigorifer. Kështu do bëjmë të gjithë mishrat. Këtu kemi mish qëngji, lam çops. Para se ta mbyllim plazmazhin do sigurohemi që ka dalë e gjithë era nga brenda, ashtu. Pastaj do ta mbyllim. Edhe do shënojmë nga lartë, kjo është osobuko. I kam shkruar të gjitha mishrat edhe datën e tyre. Do sigurohemi para se të marrim mishin që kemi vend në frigorifer, në ngrirje, edhe nuk e kemi mbushur me trahana edhe me miell mistri. Edhe pasi kemi boshatisur gjithë frigoriferin, gjithandej e prit këtea, e dini juve tani. Do t'i vendosim mishin. Mishi është gati në përafte, mishi qëngjit edhe mishi viçit. Pastrojmë edhe mirë, shumë mirë. Vëni dy ishte mishi. Edhe jemi gati t'ikim për kafe. Ciao, ciao!